Nderit kryetar, kolegë deputet, e kërkova fjalën për procedurë me shpresën që ju, zoti kryetar, nuk do më paragjykoni dhe do mirëkuptoni se është për procedurë. Propozoj të futet në rendin e ditës dhe jam direkt për procedurë, besoj, kjo që do parashtroj pak më poshtë. Kam një shqetësim që ka të bëj me jetën e shumë qytetarëve në qarkun e Fierit. Besoj se të gjithë jeni ndjeni të protestës së vazhdueshme të qindra naftarëve të kompanisë Bankers Petroleum. Protestë që nga dje ka kaluar në një mas ekstreme. Kanë hyrë në grevë të urisë dhjetra punonjës specialistë të kësaj kompanie. Besoj se të gjithë e kuptojnë që kjo mas ekstreme, vetë mohuese e tyre, erdhi si rezultat i mos zgjidhjes së problemeve dhe kërkesave të tyre të likshme, të mohuara padrejtësisht nga kjo kompani që ka vite që operon në vendin tonë, pikërisht në Marinës në Fier. Çfarë kërkojnë naftëtarët që punojnë në këtë kompani? Po ju përmend vetëm një kërkesë të tyre, krahas disa kërkesave të tjera që të kuptoni paradoksin. Këta kërkojnë të quhen naftëtar. Po, të quhen naftëtar për arsye se kjo kompani nuk ju a njeh statusin e naftarit. Statusin e naftarit që është dhënë nga ky parlament në 2013-2017 dhe me iniciativë të deputetit të opozitës të atëhershme, deputetit përfaqësim dinjitoz të naftëtarëve, zotit Omer Mamo. Dhe paradoksi është se këtë status të naftëtarit, kompania Alpetrol, që është kompani shtetërore dhe ka qindra patronazhistë të punësuar që bëjnë qejf në kompani dhe nuk bëjnë asnjë punë, e kanë statusin e naftarit, ndërsa kompania e Bankersave nuk ju a jep. Në një kohë që punonjësit dhe specialistët e kësaj kompanie punojnë në gryk të pusit si askush tjetër. Bankersat i duan të gjitha për vete. Kanë vite që glabrojnë pasurinë më të madhe të vendit, marrin fitime maramënse dhe nuk paguajnë asgjë. Deri aty sa s'paguajnë asnjë lek tatim fitimi. Dhe ja dalin ban duke ditur që, të lutem ta mbaroj, duke ditur që një kompani apo një firmë duke shpall falimentin nëse 3 vite do të jetë pa bilanc fitimi. Por këta e kanë gjetur zgjidhjen. E kanë gjetur zgjidhjen me emrat. Njëherë quhen kanadez, njëherë quhen anglez, pastaj kinez dhe nuk e di se çfarë emra do të vënë në vazhdimsi. Dhe ari zi ikën dhe derdhet në xhepat e të panjohurve dhe të njohurve. Të mbaroj fjalin. Dhe askush nuk reagon. Sot duhet flasim të gjithë. Kemi jetë njerëzish që rrezikojnë dhe janë në grevurie, po sakrifikohen. Nuk janë as socialist, as demokrat. Janë qytetarë të këtij vendi që me punën e tyre paguajnë edhe për ne këtu në parlament. Unë kam shumë të njohur aty dhe jam shumë i sigurt, sipas informacioneve që kanë, janë të vendosur për të qëndruar në grevën e urisë deri në zgjidhjen e këtyre problemeve. Kërkoj që kjo çështje të futet në rendin e ditës, kërkoj kjo çështje të bëhet një problem për zgjidhje nga ky parlament, nga kjo qeveri dhe ky kryeministër. Faleminderit. Faleminderit.